Ndoshta ky është kampionati më i luftuar. Prishtina e Re si një ekip që është inkuadruar rishtazi në Super League, domthonë për herë të parë, edhe ashtu është një klub i ri. Mendoj që edhe Prishtina e Re ka bërë gjitha përgatitjet të duhura gjatë fazës përgatitore me ofrimin e lojtarëve mjaft cilësor. Dhe pastaj mendoj që ndryshimi i trajnerit po del që ka qenë i ngutshëm për arsye se është si një klub i ri edhe me shumë lojtarë, me shumë prurje, mendoj që cili do trajner që do të ishte aty do të meritonte kohën e dur me qëllim që të shpaloste tërë potencialin e tij gjatë kampionatit. Kthimi i shpëtimi Babajt, një trajner që e njeh shumë mirë futbollin e Kosovës, ka bërë karrierë edhe jashtë, një trajner që jeton me futbollin e me procesin stërvitor, mirë po sikur që derisa ai mendon të implementoj konceptin e tij, mendoj që i duhet edhe atij kohë dhe sikur ende nuk ka arritur të vendos ato ide të tina mrena për mrena ekipës dhe rezultatet për momentin janë jo të dura, edhe pse mendoj që cilësi individuale mrena për mrena ekipës